Personat që hanë fasule duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Fasulet konsiderohen si ushqim i shëndetshëm dhe shpesh mund ta gjeni në tryezat e shtëpive shqiptare. Ato ndër të tjera janë të pasura me vitamina, por ato kanë edhe disa efekte anësore jo shumë të këndshme. Ndër dobitë e fasuleve janë përmbajtja e lartë e hekurit, kaliumit, fibrave, proteinave dhe vitaminës B. Gjithashtu fasulet kanë edhe veti kundër sëmundjeve të këqija për shkak të kimikateve që përmbajnë. Ndër të tjera parandalojnë sëmundjet e zemrës, ulin kolesterolin dhe ndihmojnë në humbje peshe për shkak se ato ngopin dhe nuk shëndoshin. Por, krahas dobive, fasulet kanë edhe efekte të pakëndshme, kundër mundemi të përmendim gazrat, rritje të presionit të gjakut dhe njëkohësisht stimulojnë shkaktimin e gjendjes së migrenës.